Guri i zi, dëshmitar i besimit edhe historisë. Në qoshen juglindore të Qabes së Mëdhërueshme, në Mekën e nderuar, ndodhet një nga objektet më të njohura dhe më të diskutuara të historisë islame. Guri i zi, El Hajar, El Aswad. Për shekuj me radhë, miliona besimtare kanë prekur, puthur dhe përshëndetur atë, jo si objekt adhurimi, por si simbol bindjeje ndaj Allahut dhe ndjekjeje të traditës profetike. Prejardhja e gurit të zi. Sipas transmetimeve autentike, guri i zi ka prejardhje qiellore. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: Guri i zi zbriti nga xheneti. Ai ishte më i bardhë se qumshti, por mëkatet e bijve të Ademit e bën të zi. Ky hadith tregon se guri i zi nuk është guri zakonshëm toksor, por një shenjë nga bota e padukshme, e vendosur në Qabe si provë dhe nder për njerëzimin. Historia e gurit të zi lidhet drejt për drejt me ndërtimin e Qabes nga profeti Ibrahim a.s. dhe djali i tij Ismaili a.s. Kur po rindërtonin Qaben, sipas transmetimeve historike, Ibrahimi a.s. kërkoi një gur për ta vendosur si shenjë pjedhimi për tavafin. Atëherë, sipas disa transmetimeve, Xhibrili a.s. i asolli gurin nga xheneti. Kështu, guri i zi u bë pjesë e Qabes që në themelet e saj profetike. Rindërtimi i Qabes dhe roli i profetit Muhammed a.s. Një nga ngjarjet më të njohura në historinë islame ndodhi para shpalljes, kur profeti Muhammed a.s. ishte rreth 35 vjeç. Kur fiset kurejshite vendosën të rindërtonin Qaben pas një përmbytjeje, lindi një konflikt i madh. Cili fis do ta kishte nderin të vendoste gurin e zi? Mosmarrveshja ishte aq serioze sa rrezikonte të përfundonte në gjakderdhje. Atëherë, ata rënë dakord që personi i parë që do të hynte në Qabe të ishte gjykatës. Ai ishte Muhamedi a.s. ende pa shpallje, por i njohur si El Emin, i besueshmi. Zgjidhja e tij ishte geniale dhe e drejtë. Ai shtriu një pëlhur, vendosi gurin e zi në mes dhe kërkoi që përfaqësuesit e çdo fisi ta mbanin nga një cep. Pastaj ai vet mori gurin dhe vendosi në vendin e tij. Kështu u shman konflikti dhe u dëshmua urtësia profetike. Guri i zi gjatë historisë islame. Gjatë shekujve, guri i zi ka kaluar shumë sprova, dëmtime dhe copëzime. Është thyer disa herë për shkak të zjarreve dhe sulmeve. Sot ai përbëhet nga disa copa të vogla të mbajtura së bashku me një kornizë argjendi. Vjedhja nga karamitët. Në vitin 317 Hijri, 930 erës son, një sekt i devijuar i quajtur karamitët sulmoi Mekën, vrau haxhin dhe e rrëmbeu gurin e zi, duke e mbajtur larg Qabes për rreth 22 vite. Ai u rikthye vetëm pas presionit të madh të botës islame. A adhurohet guri i zi? Islami është shumë i qartë. Guri i zi nuk adhurohet. Umeri ibn el-Hatabi radiallahu anhu tha: E di mirë se ti je vetëm një gur, nuk dëmton dhe nuk sjell dobi. Po të mos e kisha parë profetin alayhis salam duke të puthur, nuk do të puthja. Kjo deklarat vendos një kufi të qartë mes nderimit profetik dhe adhurimit që i takon vetëm Allahut. Domethënia shpirtërore. Sipas haditheve sahih, në ditën e gjykimit, guri i zi do të ringjallet me sy dhe gjuhë dhe do të dëshmoj për ata që e kanë prekur me sinqeritet. Kjo tregon se guri i zi është dëshmitar, jo objekt adhurimi. Guri i zi është më shumë se një gur. Ai është dëshmi e historisë profetike, simboli i bindjes, kujtes e amanetit të teuhidit. Në një botë që ndryshon vazhdimisht, ai qëndron aty prej mijëra vitesh, duke dëshmuar se besimi i vërtet nuk ndërtohet mbi objekte, por mbi bindje ndaj Allahut.